Ashme të zgjedhjes presidentit të Republikës së Kosovës, jo vetëm, por për gjithë pra marrëveshje klasike politike mes partisë së procesit. Ky takim është pjesë e procesit. Brenda seancës konstitutive, do të vronin ndonjë kandidaturë politike mes partive, në këtë rast mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vendosje. Për të gjitha rastet, duhet së pohë 2/3 e deputetëve. Do të diskutojmë, por këto janë tani në vitin 2024 shortja juaj ka hapur një kompani për tregtim të rrymës, konkretisht me emrin Ampera SHPK. Na tregon si po shkojnë punët. Jo, nuk ka kompani tregtimi të rrymës, është Me Vjosa Osmanit do t'ja Digjiku edhe mbështesni atë? Ne jemi të folë për proces të konsenzusit. Prej konsenzusit dalin kandidaturat, më pas emrat e përveçëm. Pra njëherë... Por tani ne diskutu. Më pas do të flasim dhe për emrat konkret në takimet tashme. Kur do të jetë takimi? A flisni në emër të angazhim në qeveri? I natyrshëm, pra çfarë do zgjidhje që na sjell Lidhjes Demokratike të Kosovës, natyrisht e flasin në emër të gjithë deputetëve të LDP-s. A vjen keq që ka kalu ai Shqiptani, ne po flasim për një proces të ardhshëm rreth presidentit të Republikës së Kosovës. Çështjet tjera më pas janë çështje të interpretimeve tona. A ishte konstruktiv në bisedime Kurti me jetën e kaluar gjithmonë është akuzuar që nuk ka qenë konstruktiv në bisedime dhe qoftë edhe në ftesat që i ka bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës për koalicion. Ishte një takim përmbajtësor për çështje me interes nacional të Republikës së Kosovës, përfshirë dhe çështjen e presidentit. Ishte takim i mbarë dhe i mirë mes dy partive politike, një çështje që duhet na përfshijë të gjithëve, jo vetëm neve. Duhet ta përfshijë dhe PDK-n dhe duhet ta përfshijë dhe AK-n. Konkrete fillimisht, pra të zgjedhim rrugën, janë dy rrugë që duhet të zgjedhim, ose marrëveshjen politike klasike, ku ku shikohet një kandidaturë përtej marrëveshjes politike. Më pas vinë emrat. Ende jemi herët, ndonse jemi si po funksionon. Nuk është